Mirëmbrëma të nderuar shikues, ju ftoj të na ndiqni në këtë edicion informativ të News 24, fillimisht një me titujt kryesor. Besimtarët katolik kremtojnë Pashkën, i Zot Dodaj u lut për paqe dhe tha se me Zotin pranë çdo shpresë merret. Papa Leona apel për paqe në meshën e Pashkës në Vatikan, të mos paralizohemi nga luftrat dhe padrejtësitë. Rama, blokim negociatash, gënjeshtër e madhe duan të na mbulojnë me baltën e mlefit të tyre. Rama nuk e ftoi në njësim 5, reagon Erion Braçe, nuk e kuptoi një udhëheqës që bën mbledhje pa deputetin. AKU mbyll Baxhon Naidi Drizi në Shkodër, bllokohen 7 ton djath për mungesë të higjienës. SBA shpëton pilotin e zhdukur në Iran pas rrëzimit të avionit F-15, Trump e cilësoi operacion të guximshëm. SBA arreston besat e generalit iranian Qasem Soleimani, Rubio tha se ato mbështesin regjimet terroriste. NASA bëri të ditur se Artemis 2 ka kryer 2/3 e udhëtimit, vazhdoni qet misioni drejt Hënës. Besimtarët katolik në Shqipëri dhe në mbar botën kremtojnë sot festën e Pashkës, ngjarjen më të rëndësishme në kalendarin e krishterë që simbolizon ngjalljen e Jezu Krishtit dhe triumfin e jetës mbi vdekjen. Mesha në Katedralen Katolike Shën Pali në Tiranë u drejtua nga Imzot Arjan Dodaj, i cili u kujtoi besimtarëve se me Zotin pranë çdo shpresë e vdekur ngjallet e merret me më shumë dritë, entuziazëm për të sotmen e të ardhmen. Mos kini frikë. Jezusi i kryqëzuari nuk është këtu, është ringjallur sikurse kishte thënë. Ky ishte leitmotivi i meshës së Pashkës mbajtur në mesnatë në Katedralen Katolike Shën Pali në Tiranë, që u mbush me besimtarë të gjitha moshave. Ty o aty i gjithë pushtetshëm, në bashkim me shpirtin shenjtë. Mesha e shenjtë u drejtua nga arqipeshkvi metropoliti i Tiranë-Durrësit, Imzot Arjan Dodaj, i cili u kujtoi besimtarëve se me Zotin çdo shpresë e vdekur ringjallet. Imzot Dodaj përmendi konfliktet dhe luftrat që po stërmundojnë mbar njerëzimin, duke u lutur për paqe. Na liro, po të lutemi o Zot, për të gjitha të këqijave dhe për mirësinë tënde na jep paqe në ditët tona, e në saj të mëshirës sate do lirojmë përgjithmonë prej mëkatit. Do jemi të sigurt për çdo turbullimi, duke pritur shpresën e lume ardhen e shpëtimtarit ton, Jezu Krishtit. Pashka simbolizon fitoren e jetës mbi vdekjen, 3 ditë pas vdekjes së Jezusit në kryq. Pashka katolike shënohet pas një periudhe 40 ditore argjërimi dhe përgatitjeje shpirtërore, e njohur si periudha e kreshmës. Java e shenjtë që paraprin ditën e Pashkës përfshin disa nga momentet më të rëndësishme të kalendarit liturgjik. Ajo nis me të dielën e palmave, që përkujton hyrjen e Jezu Krishtit në Jeruzalem, dhe vazhdon me të njëjtën e madhe, ku përkujtohet darka e fundit, si dhe të premten e madhe, dita e kryqëzimit dhe sakrificës së Krishtit. Nata e Pashkës së Jezu Krishtit është nëna e të gjitha netëve të lutjes, në të cilën drita vezulluese e Krishtit ngjallur fiton mbi fushinë e errësirës, të së keqes, të vdekjes, duke ndezur në zemrat e besimtarëve shpresën dhe gëzimin. Pashka nuk është vetëm një traditë fetare, por një thirrje universale për rinovim shpirtëror dhe për një qasje më njerëzore ndaj jetës. Meshat e shenjta për Pashkën u mbajtën edhe në katedralet dhe kishat në disa qytete të vendit. Drejtuesit e meshave ndanë mesazhe paqe dhe vëllazërie për besimtarët, të cilët u lutën për më shumë shëndet dhe ditë më të mira. Besimtarët katolik në mbar vendin një drejtuan katedraleve dhe kishave rreth orës 22:00, ku mbajtën meshat e shenjta të Pashkës. Me qëri në duar, ata u përbashkuan në lutje, duke u përulur në shenjtërinë e kërkimit të dritës, paqes, mirësisë dhe dashurisë. Në Shkodër, mesha e shenjtë e Pashkës u mbajt në katedralin e Shën Shtjefnit, drejtuar nga arqipeshkvi Giovanni Peragine, i cili bëri thirrje për më shumë dashuri dhe mirë kuptim.
Për ju sonte në të vërtetë është një Pashkë të veçantë, sepse kaloni nga jeta e vjetër në jetën e re. Le të këndojmë botës gëzimin e ringjalljes. Alleluja, Krishti është më të vërtetë ringjallur. Drita e Krishti. Mesha e shenjtë në Lezhë u mbajt në katedralen e Shën Nikollit, drejtuar nga i peshkvim Zot Ottavio Vitale, i cili përcolli mesazhe të shumta duke vënë theksin te dashuria. Gjallja e Jezusit nuk është larg nesh. Atë është pranë çdo zemre që dëshiron paqe. Dhe gjatë kësaj kohë kena shumë nevojë për paqe. Drejtuesi i dioqezës së Sapës në Vaun e Dejës, Atë Mariano Tarantino, teksa mbajti meshën e shenjtë, ftoi besimtarët që në këtë moment gëzimi të zgjasin dorën e pajtimit ndaj njëri tjetrit. Qofshin pra, këto festat në Pashkëve fillimi një jete të pasosur për secilin prej nesh. Le t'ja nisim ne, sonte. Zoti do t'i nxjisë të tjerë, nesër. E kështu do të jenë vërtet Pashkë të shenjta dhe të bekuar. Edhe në Durrës, besimtarët katolik u drejtuan kishave, ku ndoqën meshat e shenjta si të ndezën qirinj, simbol i mbizotërimit të dritës ndaj errësirës. Besimtarët e Pukës e pritën vigjiljen e Pashkës në kishën e Shën Gjon Pagzuesit, në meshën e mbajtur nga famullitari Dom Zef Marku, i cili ftoi besimtarët të hapin zemrën e tyre ndaj Krishtit për të gjetur paqen shpirtërore. Kisha e Shën Jozefit në Fusharës u mpush me besimtarë si kurrë më parë, të cilët ndoqën meshën e shenjtë të Pashkës drejtuar nga frate Andreas Walterman, duke u lutur në shpresë për ditë më të mira. Pashka, kjo ditë e shenjtë për besimtarët katolik, simboli mbizotërimit të dritës mbi errësirën, të jetës mbi vdekjen, u kremtua edhe në qytete të tjera si në Fushkruj, Berat dhe Lushnjë. Pas meshave të së shtunës, mes ditën e së dielës besimtarët ndajnë me njëri tjetrin vezët e ngjyra me bojë të kuqe, që simbolizojnë sakrificën e Jezu Krishtit për njerëzimin. Papa Leoni ka uruar të gjithë besimtarët katolik në botë për Pashkën, duke bërë thirrje për t'u përkushtuar paqes dhe për të mos u paralizuar përballë konflikteve. Ati i shenjtë nxiti katolikët të ndjekin shembullin e shenjtorëve, të cilët sipas tij luftuan për drejtësi. Benedici questo fuoco nuovo e accendi in noi il desiderio del cielo. Papa Leoni u thoqi katolikët e botës dritë Pashkës në një meshë të së shtunës në mbrëmje në Bazilikën e Shën Pjetrit, duke bërë thirrje për të mos u ndjerë të mpirë nga përmasat e konflikteve që shpërthejnë në të gjithë botën, por të përkushtohen për paqe. Ati i shenjtë, i cili ka kritikuar hapur luftën në Iran, tha se mosbesimi dhe frika janë lejuar të shkëpusin lidhjet midis nesh përmes luftës, padrejtësisë dhe izolimit të popujve dhe kombeve. Le të mos e lejojmë veten të paralizohemi, bëri thirrje Papa në një shërbes për natën më të shenjtë në kalendarin katolik, ku Bibla thotë se Jezusi u ringjall nga të vdekurit, dita ku festohet fitoria mbi vdekjen. Në predikimin e tij drejtuar mirat njerëzve, ati i shenjtë i nxiti katolikët të ndiqnin shembullin e shenjtorëve, të cilët sipas tij luftuan për drejtësi, në mënyrë që dhuratat e Pashkës të harmonisë dhe paqes të rriten kudo. Papa Leoni nuk përmendi ndonjë konflikt specifik gjatë meshës, në të cilën ai pagëzoi gjithashtu 10 të rritur të konvertuar në katolik. Ati i shenjtë, i cili njihet për zgjedhjen e fjalëve me kujdes, ka shtuar kritikat e tij ndaj luftës në Iran në javët e fundit. Papa tha të dielën e kaluar se Zoti i refuzon lutjet e udhëheqësve që fillojnë luftra dhe kanë duart plot me gjak. Nell'oppressione dei poveri. Papa Leoni ka uruar Pashkën edhe nga sheshi i Shën Pjetrit, ku mblodhën 50.000 besimtar për bekimin Urbi et Orbi. Paqja që na jep Jezusi nuk është ajo që thjesht i hesht armët, por ajo që prek dhe ndryshon zemrat e secilit prej nesh.
tha Papa Francesku, duke i ftuar të gjithë të bashkohen në vigjiljen e lutjes për paqen, që do të kremtohet në Bazilikën e Shën Pjetrit të shtunën më 11 prill. Papa Leoni, siç edhe është traditë, përcolli urimet e Pashkës në disa gjuhë, duke ju drejtuar të gjithë botës gëzuar Pashkën. Arabo, qui jam Majida. Vjome të tjera informacione, Kryeministri Edi Rama akuzon opozitën se po het balë mbi punët e qeverisë duke gënjur sipas tij për bllokimin e procesit të integrimit. Në podcastin e tij Flasim, Rama tha se në ditët në vijim do të ketë lajme të mira për Shqipërinë për sa i përket procesit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Kryeministri Rama ka hedhur poshtë zërat se procesi i integrimit ka ndaluar për shkak të mbrojtjes së tij politike ndaj Belinda Ballukut. Në podcastin e tij Flasim, Rama tha se procesi i integrimit vazhdon dhe se së shpejti priten lajme të mira. Është në vijë procesi më i rëndësishëm historik i antarësimit në Bashkimin Evropian, me negociatat që vazhdojnë dhe në ndërkohë që gjithë sa thash, kur vjen puna dhe negociatat, lidhet me gënjeshtërën e madhe se ato janë bllokuar, ato janë ndaluar, ato janë penguar për arsyet e mos arsyes së të gjithë atyre që synojnë ta pengojnë Shqipërinë për në fakt të luftuar qeverinë, e vërteta e thjesht është se kjo punë e madhe e Shqipërisë vazhdon për ditë e për ditë e për ditë, dhe së shpejti përsëri, siç kemi pasur në procesin e hapjes kapitujve, do të kemi lajme shumë të mira për të gjithë. Rama foli edhe për rritjen e çmimit të naftës, duke lajmëruar uljen e akcizës, mas që do të mbetet në fuqi derisa situata të stabilizohet. Ulja e akcizës me 20% është një masë që hyn në fuqi me njëherë kur çmimi i naftës kalon 220 lek për litër dhe ai benzinës 200 lek për litër. Këto pragje janë paracaktuar për të garantuar një ndërhyrje të drejtë dhe të balancuar në raport me zhvillimet e tregut, të cilat janë zhvillime që ne nuk i kemi në dorë. Masa do të mbetet në fuqi deri në stabilizimin e plotë të situatës ndërkombëtare, ndërsa bordi i transparencës që është vënë në lëvizje do të mbetet garant i çdo zhvillimi në tregjet globale. Megjithse fermerët nuk do të marrin naftë pa taksa këtë vit, kryeministri tha se ndihma ndaj tyre është rritur në skemën kombëtare mbështetëse për fermerët për vitin 2026. E vetmja rrugë që çmimi i naftës të ulet është heqja e taksave. Kjo është deklarata e Sali Berishës në përgjigje ndaj Edi Ramës. Kreu i PD-s thotë se Rama po mashtron shqiptarët me uljen e akcizës së naftës me 20%. Sipas tij, kjo është një tallje që bëhet me shqiptarët. Kreu i Partisë Demokratike e cilëson uljen e akcizës tek çmimi i naftës me 20%, një tallje për shqiptarët. Sali Berisha deklaron se forma e vetme për të ulur realisht çmimin stratosferik të naftës është heqja e taksave. Lëvizja që pretendon me akcizën është një tallje. Sipas tij, ajo hyn në fuqi kur nafta te kalon 220 lek për litër, ndërkohë që përgjysmimi i barrës fiskale i taksave mbi naftën do të ishte rruga e vetme për të ulur çmimin e saj dhe për ta mbajt atë në nivele të përballueshme nga qytetarët shqiptar, nga fermerët shqiptar, për ta mbajt ata në nivele të kontrollueshme edhe për çmime të tjera. Lideri i Partisë Demokratike shton se janë 9 vende të BE-s të cilat kanë bllokuar raportin i barë për integrimin e BE për shkak të mbrojtjes që Rama i ka bërë Belinda Ballukut. Opozita nuk është shkaku i bllokimit të votimit raportit IBAR. Shkaku i vërtet është vota me 83 mandate krimi mburoj e korrupsionit të Edi Ramës, Lubi Ballukut dhe rrethit tij familjar dhe zyrtar.
Zgjidhja e vetme sipas kreut të PD-s është protesta e 17 prillit, ku qytetarët duhet të dalin për të kundërshtuar regjimin e Edi Ramës. Data 17 prill është dita që çdo qytetar duhet të dëshmojë zemërimin e tij, revoltën e tij ndaj kësaj qeverie e cila po bën gjithçka për të mbijetuar që të vjedh të plaçkisë edhe më shumë shqiptarët. Deputeti i Partisë Socialiste Erion Braçe reagoi në rrjetet sociale pas një takimi të kryeministrit Edi Rama pak ditë më parë në një simpes ku ai nuk ishte i pranishëm. Braçe thotë se nuk e kuptoi faktin që një udhëheqës shkon bën mbledhje në një simpes pa deputetin. Një udhëheqës krijon një grup me të cilin komunikon edhe me një arsye, deputeti të mos di, nuk ka gjë që ndodh në një simpes dhe mos ta di unë, thot ai. Përveç Elisa Spiropalit, një tjetër deputet i Partisë Socialiste ka pakënaqësi për mënyrën se si trajtohen deputetet e kësaj force politike. Erion Braçe, me anë të një videoje të publikuar në rrjetin e tij social Facebook, nuk kurseu kritikat ndaj kryeministrit Edi Rama. Ky i fundit ka zhvilluar një takim në një simpes në kryeqytet, zonë elektorale e deputetit Braçe, dhe nuk e ka njoftuar atë për të qenë i pranishëm. Unë nuk arrita kuptoj këtë historinë që një udhëheqës shkon bën mbledhje në një simpes pa deputetin. Një udhëheqës krijon një grup me të cilin të komunikoj e me një arsye deputetit mos di. Mos u lodhni kot. Nuk ka gjë që ndodh në një simpes e që mos ta di unë. Komentet e Braçes vijuan duke deklaruar se brenda PS-s nuk e duan lidhjen që ai krijon me qytetarët që përfaqëson. Ai shtoi se nuk është kundër Ogerta Manastirliut. Kjo mania për të shkullur deputetin nga zona me arsyen se krijon lidhje njerëzore me zi shkullet pastaj, është e gabuar, jo për deputetin, por për njerëzit. Paqëndrueshmëria e marrëdhënies me ta është mungesë serioziteti dhe dëmton punën. Politika është punë me njerëzit, marrëdhënie besimi që nuk vendoset me orë, as ditë, por merr vite. Po flas për deputetët që territorin e kanë punë, as ofiç as mburrje, as delegim, por njerëz pa mandat, pa njohje, pa dije, pa ndikim kund. U thash edhe në asamblenë e pesës nuk jam kundër Ogertës. Thjesht dua të jem PS-s dhe qytetit që nuk po qeveriset të nuk shërben një alternativ tjetër. Erion Braçe ka kërkuar që të jetë kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës, ndërsa ende nuk ka një vendim nga kryeministri Edi Rama. Autoriteti kombëtar i ushqimit në Shkodër ka bllokuar 7.196 kg djathë të bardh lope gjatë kontrollit të subjektit Naili Drizi, që ushtronte aktivitet Baxhos. Sipas autoritetit kombëtar të ushqimit, shkak për bllokimin e aktivitetit të Baxhos janë bërë kushtet e papërshtatshme higjieno-sanitare, duke sqaruar se ky subjekt mund të rihapet vetëm nëse përmbush standardet e duhura të higjienës. Po ashtu, ky subjekt u gjobit në vlerën 300.000 lekë për shkelje të kushteve të higjienës, në gjob në vlerën 100.000 lekë për shkelje të kërkesave të gjërmueshmërisë së produkteve. AKU bën me dije se kontrollet do të vijojnë me intensitet për të garantuar sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Një zjarr i fuqishëm përfshiu pasditën e sotme një apartament në zonën e njohur si Nëntkatshet në Tiranë. Zjarri i fuqishëm shpërtheu sipër dyqanit Rosman Lala, duke shkaktuar panik tek banorët. Zjarri është përhapur me shpejtësi në një nga katet e ndërtesës, ndërsa ende nuk dihen shkaqet e rënies së tij. Në vendngjarje shkuan forcat zjarrfikse, të cilat punuan për shuarjen e flakëve dhe izolimin e zjarrit. Nga zjarri nuk pati persona të lënduar, ndërsa autoritetet po vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Një 40 vjeçar shqiptar u arrestua në Spanjë pasi rezultonte i dënuar me 20 vite burgim për rrëmbimin dhe zhdukjen e një 37 vjeçari. Në pranga përfundoi Adriano Gici, i cili u arrestua në Spanjë me qëllim ekstradimin e tij në Shqipëri. Adriano Gici në qershor të vitit 2015 në bashkëpunim me shtetasin Vitor Islami dhe persona të tjerë ende të pa identifikuar rrëmbyen në shëtitoren e Sarandës 37 vjeçarin Ridvan Lama, ngjarje që dyshohet se lidhej me pazare droge.
që për i vitit 2015. Familja e 37 vjeçarit Lamaj nuk kanë asnjë lajm për fatin e tij. Adriano Giçi akuzohet për kryerjen e veprave penale, rrëmbimi i personit dhe trafikimi i lëndëve narkotike të kryera në bashkëpunim. Një parakalim i gabuar i mori jetën një 35 vjeçari në Fjer Shegan të Lushnjës, i cili u përplas me një makinë teksa po lëvizte me motociklet. Aksidenti tragjik ndodhi mesditën e kësaj të diele në vendin e njohur si pushimi i shoferit, kur 35 vjeçari Klevis Gjoni tentoi të parakalonte një automjet tip Volkswagen Caddy që po lëvizte në të njëjtën korsi. Edhe shoferi i automjetit po kryente manovër për të dalë në anën tjetër të rrugës dhe përpasoj u përplasën së bashku. Mësohet se shoferi i motorit mbeti i plagosur rënd dhe ndëroi jetë në spital, ndërsa policia po punon për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Forcat speciale amerikane kanë arritur të shpëtojnë edhe pilotin e dytë amerikan në Iran pasi Teherani rrëzoi avionin e tij luftarak. Presidenti Trump theksoi përmes një deklarate se ushtria e Shteteve të Bashkuara realizoi një nga operacionet më të guximshme të kërkim shpëtimit në historinë e SBA-s. Forcat amerikane organizuan shpëtimin e një piloti pasi Irani rrëzoi avionin e tij luftarak. Piloti i shpëtuar nga forcat e operacioneve speciale ishte oficeri i sistemeve të armëve në avionin e rrëzuar F-15, tha një zyrtar amerikan për Reuters. Gjatë disa orëve të fundit, ushtria e Shteteve të Bashkuara realizoi një nga operacionet më të guximshme të kërkim shpëtimit në historinë e SBA-s, tha Trump në një deklarat, duke shtuar se piloti ishte plagosur, por do të shërohet. Oficeri ishte i dyti nga 2 anëtarët e ekuipazhit në avionin luftarak, që Irani tha të premten se ishte rrëzuar nga mbrojtja e tij ajrore. Garda revolucionare e Iranit njoftoi se disa avion u shkatruan gjatë misionit të shpëtimit të SBA-s. Reuters raportoi të premten se antari i parë i ekuipazhit ishte rikuperuar, duke shkaktuar një kërkim të profilit të lartë si nga Irani ashtu edhe nga Shtetet e Bashkuara për pilotin e mbetur. Zyrtarët iranian nuk ishin kërkuar qytetarëve të ndihmonin në gjetjen e tij, duke shpresuar të fitonin ndikim kundër Washingtonit në luftën që SBA-ja dhe Izraeli nisën më 28 shkurt. Presidenti Amerikan Trump ka kërcënuar të përshkallëzojë konfliktin në ditët në vijim me sulme ndaj infrastrukturës energjetike të Iranit. Trump tha se piloti u shpëtua në malet e Iranit, në atë që ai e quajti hera e parë në kujtesën ushtarake që 2 pilotë amerikan ishin shpëtuar thellë në territorin armik. Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do të godas termocentrale dhe urat në Iran të martën nëse Teherani nuk hap ngushticën e Hormuzit. Në një postim në rrjetin social Truth, Trump përdori një gjuhë të ashpër duke paralajmëruar pasoja të rënda nëse kërkesa e tij nuk plotësohet. E marta në Iran do të jetë dita e termocentralit dhe dita e urës, të gjitha në një. Nuk do të ketë ndodhur asgjë e ngjashme më parë. Hapni ngushticën e Hormuzit o bastard, ose do të jetoni në ferr, do ta shikoni, shkroi ai. Një ditë më parë, Trump i kishte dhënë Iranit një afat prej 48 orësh për të bërë një marrëveshje ose për të hapur Hormuzin, duke rritur më tej tensionet në rajonin e Gjirit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka njoftuar se kanë arrestuar në SBA mbesat e komandantit të vrarë ushtarak iranian Qasem Soleimani, pasi sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio u revokoi kartën e gjelbër pasi sipas tij mbështesnin propagandën e Iranit, ndërsa media iraniane kanë raportuar se Qasem Soleimani ka vetëm nipër dhe jo mbesa dhe se të afërmit e tij nuk kanë jetuar kurrë në SBA. Agentët federale amerikan kanë arrestuar mbesat e komandantit ushtarak iranian Qasem Soleimani, pasi sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio u revokoi statusin e tyre të lishëm të rezidentit të përhershëm, të njohur ndryshe si karta e gjelbër, tha Departamenti Amerikan i Shtetit të Shtunën. Hamide Soleimani Afshar dhe vajza e saj tashmë janë nën kujdestarinë e shërbimit të emigracionit dhe doganave të SBA-s, tha Departamenti Amerikan i Shtetit. Sipas tij, mbesat u arrestuan të premten dhe se Afshar kishte shijuar një stil luksoz jetese në Los Angeles, gjë që u dokumentua në llogarinë e saj në Instagram. Qasem Soleimani u vra në një sulm ajror amerikan në Bagdad në janar të vitit 2020, gjatë mandatit të parë të presidentit amerikan Donald Trump.
Ndërkohë agjencitë iraniane të lajmeve raportuan të shtunën se vajza e Sulejmanit, Narges Sulejmani, tha se familja dhe të afërmit e komandantit ushtarak iranian nuk kanë jetuar kurrë në SBA dhe sa ai kishte 2 nipër, jo mbesa. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se Afshar mbështeste qeverinë e Iranit dhe propagandën e saj. Ai njoftoi gjithashtu se bashkëshortit të Afshar ju ndalua hyrja në SBA. Arrestimi erdhi ndërsa lufta SBA-Izrael kundër Iranit ka hyrë në javën e saj të 6. Departamenti Amerikan i Shtetit shtoi më herët këtë muaj se Rubio i dha fund statusit ligjor të Fateme Larianit, vajzës së politikanit veteran iranian Ali Lariani dhe bashkëshortit të saj, Sayed Motamedi. Fateme Lariani dhe Motamedi nuk janë më në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe u ndalohet hyrja sipas Departamentit Amerikan të Shtetit. Ali Lariani u vra në mes të muajit mars nga një sulm ajror i Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban e konsideroi operacion sabotimi eksplozivët e gjetur pranë gasjellësit që lidh vendin e tij me Serbinë. Reuters shkruan se autoritetet nuk publikuan pamje për pretendimet dhe se lajmi vjen një javë para zgjedhjeve hungareze, ku partia e Orban renditet e dyta në sondazhe. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban deklaroi të dielën se ishte përgatitur një operacion sabotimi ndaj një gasjellësi në Serbi, i cili transporton gaz rus drejt Hungarisë pasi pranë trases u gjetën eksploziv të fuqishëm. Pas një takimi Orban tha se bazuar në informacionet e disponueshme, ekzistonte një plan për sabotim, duke shtuar se të dyja vendet kanë forcuar masat e sigurisë përgjatë gasjellësit. Pa akuzuar drejt për drejt Kievin, ai deklaroi se Ukraina prej vitesh po përpiqet të shkëpusë Evropën nga energjia ruse dhe paralajmëroi se këto përpjekje përbëjnë rrezik serioz për Hungarinë. Orban shtoi gjithashtu se segmenti rus i sistemit Turk Stream është vazhdimisht në sulme ushtarake. Ndërkohë, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić konfirmoi se eksplozivët u zbuluan pranë qytetit Kanjiza, afër kufirit me Hungarinë. Njësi tona gjetën një eksploziv me fuqi shkatruese, shkroi Vučić në Instagram, duke shtuar se ka informuar personalisht Orban dhe se hetimet do të vazhdojnë. Autoritetet nuk dhanë detaje të mëtejshme mbi llojin e eksplozivëve dhe nuk publikuan pamje nga vendngjarja, e cila lidhet me një nga segmentet e gasjellësit Turk Stream që furnizon Evropën qendrore me gaz rus. Ngjarja ka tërhequr vëmendje politike në Hungari vetëm një javë përpara zgjedhjeve kombëtare të planifikuara më 12 prill, ku nacionalisti Orban lufton për të mbajtur pushtetin e tij prej më shumë se 16 vitesh, ndërsa partia e tij është pas partisë opozitare TICA në sondazhe. Budapesti ka qenë gjithashtu në mosmarrveshje me Ukrainën për ndërprerjen e furnizimeve me gaz nëpërmjet tubacionit Druzhba. Partia Fidesz e Orbanit është përpjekur ta identifikojë udhëheqësin e opozitës Peter Magyar me Brukselën dhe Ukrainën, duke sugjeruar se votimi për partinë e tij TICA do të thotë votim për tanke dhe luftë. Kjo është gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Për të informuar në çdo kohë me lajmet më të fundit nga vende, rajonit dhe bota, fto të vizitoni faqen balkanwave.com, aty mund të ndiqni dhe News 24 në live stream. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj.